ka interesa Gronshej apo edhe Lapaj që do të thënë të kenë mandate në kuvend aq sa vota i japin qytetarë shqiptar? Padyshim që duhet ta kenë, sepse gjysma e mandateve i ka marrë Edi Rama. Atëherë për ta bërë të mundur këtë ka nevojë për një reformë zgjedhore. Dhe kjo reformë zgjedhore kalon nëpërmjet një komisioni të reformës zgjedhore. Ke apo s'ke besim çdo gjë ndodh në kuvendin e Shqipërisë, se pastaj do kthehemi te absurditeti Lulbashës, që do të thënë duhet largohemi nga parlamenti dhe do na vi çdo gjë gati. Dhe për ta bërë këtë të mundur është e nevojshme që të ketë një platformë të përbashkët bashkë me forumin për dialog për ta prezantuar si qëndrim tonin unik, të unifikuar, për të shkuar për negociuar me faktorin ndërkombëtar. Pastaj vim tek çështja tjetër, në qoftë se duhet kemi zgjedhje, se nuk është vetëm ligji, a kemi nevojë për një qeverisje që garanton zgjedhje të lira të ndershme? Dhe ca thonë se dua qeverin teknike se është politikë e tjerë. E para nuk kanë konceptuar dhe nuk kanë kuptuar një gjë, që kjo qeverisje teknike është një qeverisje që mund vi si marrëveshje politike, siç erdhi në Maqedoni dhe ne nuk kemi më keq se maqedonësit. Qeveri kujdestare ndoshta. Qeveri kujdestare e cila garanton së pari rikthimin e institucioneve në binarët e vet kushtetues për atë moment funksionimi 6 muaj. Rikthimin e besimit. Rikthimin e besimit në raport me zgjedhjet dhe shkëputjen e shtetit nga influenca zgjedhore që nuk përdor as parat për të bler pensionistët, as parat për të falur gjobat, as parat apo strukturat e shtetit për të vajtur dhe për të individuar votuesit, nuk përdor as krimin e organizuar policia në bashkëpunim me të tjerë për të bler vota dhe për të individuar votuesit. Dhe këto janë fakte që nuk i themi ne, i ka ngritur OSBE Odiri. Kur OSBE Odiri thotë që shteti dhe partia janë bërë një, ky duhet të jetë një shqetësim si për Gronshejn, edhe për Lapajn e për çdo tjetër. Mënyra e shkëputjes, një nga mënyrat është ajo që është provuar në Maqedoni. Dhe unë nuk kam bindje që ne duhet të inventojmë në gjë, po duhet të marrim një shembull real konkret për ta kthyer implementuar në Shqipëri. Dhe ajo që sot është në Maqedoni është ata nuk kanë më kontestime zgjedhore apo jo. Por çfarë bën maqedonësit? Nuk e kishin deklarative, dhe këtë unë ja them me kolegëve të mi të opozitës. Ata ndërtuan një raport të drejtë me disa njerëz që kanë investuar në Maqedoni, siç ishte Lord Robertson dhe të tjerë, duke shpjeguar problemet dhe duke ofruar zgjidhje në mënyrë të përbashkët. Dhe ata u bën pasaj negociatorët në Bruksel dhe në Washington. Këtë gjë duhet ta bëjmë dhe ne, por duhet ta bëjmë në mënyrë të unifikuar. Se në qoftë se ndërkombëtar do vinë këtu, si do vi delegacioni i Partisë Popullore Europiane, edhe i Komisionit Jashtëm, që do takohet me profesorët e opozitës. Dhe në qoftë se ne themi sa takojmë, po jo unë jam kështu, po se dua Saliun, unë nuk e dua Fatmin, nuk e dua Agron e tjerë, ky është kështu e ky. Ti krijon një lloj kakofonie dhe u mbet fokusi nga problemi që ke. Problemi sot është qeveria. Problemi sot mund të ketë defekte Sali Berisha, mund të ketë. Kushdo mund të ketë defekte, po ti nuk zgjedh kryetarin e partisë tjetër. Ti mund të kesh në dorë të zgjedhësh kryeministrin. Në momentet kur votat tua në kuvendin e Shqipërisë janë të rëndësishme për atë që do emërohet si kryeminist, ti thua jo atij që mendon që nuk duhet jetë. Një pyetje direkte në lidhje me këtë zoti Mediu. Ju mendoni që është si rezultati i papjekurisë politike, një lloj animoziteti të pakapërcyeshëm që tregon infantilitet politik, apo ju mendoni se ka të bëjë me çështje më principale të tilla si listat e hapura, një kod zgjedhor i cili lejon koalicionet parazgjedhore, një zonë të vetme elektorale e tjera, të cilat janë kërkesa legjitime për zëvërtetës nga një pjesë e forcave politike. Pra është e para apo është e dyta arsyeja kryesore pse vim prapë lir tek ajo se kur ka filluar historia. Un kam qenë nga ata që kam kundërshtuar ndryshimin kushtetues në vitin 2008. Kemi thirrur tureza, kemi thënë për listat hapura, kemi kërkuar listat hapura, edhe kur këta kanë qenë brenda partive dhe subjekteve që kanë qenë kundër listave të hapura. Ajo që është e rëndësishme është që nëse do ta realizosh këtë, ti nuk ke rrugë tjetër përveç se të gjetur një qendrim të përbashkët opozitar. Kur Partia Demokratike të fton si partia më e madhe, graviteti kryesor i opozitës, dhe thotë që hajde ulemi dhe të pajtojmë qendrimet tona të përbashkëta përpara se të shkohet diskutohet me Partinë Socialiste, është një ndryshim jashtëzakonisht i madh. Dhe kjo marrëdhënie duhet pasaj negociuar maksimalisht me faktorin ndërkombëtar, me OSBE Odirin e tjerë, për ta kthyer në ligj. Të paktën mundësisht më kthyer në vitin 2013, apo për të kthyer në një sistem i cili, siç thoni ju, mund të jetë sistem kombëtar me lista të hapura e tjerë e tjerë. Të gjitha janë të mundshme nëse ne arrim të arsyetojmë. Për mua, mënyrën si duhet arsyetojmë është kemi variante mundshme për të kush janë element pozitiv dhe negativ. Nuk është që kjo është e drejta ime se unë e di të gjithën. Nëse ne e ndërtojmë në një nivel teknik mirëkuptimin për reformën zgjedhore, në nivel politik do ta kemi më të lehtë. Nëse politikanët do bëjnë dhe teknikun, se mendojnë që i dinë gjitha, në jashtë modestie po i them që për sistemin zgjedhor di pak më shumë se ata, sepse kam një kohë gjatë që luftoj. Dhe ka nevojë për një diskutim teknik për ta ndërtuar jo vetëm si sistem, por dhe funksionalitetin dhe implementimin në mënyrë që çdo forcë politike të marrë mandatet që jep qytetari shqiptar, qoftë në koalicion, qoftë edhe jashtë koalicionit. Janë shumë elementë që duhen parë reformën zgjedhore dhe duhet të ishim gjithë bashkë. Ndodh për naivitet, ndodh për
qasje individuale tjera. Në politikë unë kam 35 vjet dhe do isha naiv që mos pranoj që të gjitha mund të jenë bashkë. A ka gjasa ose më saktë reforma zgjedhore, reforma territoriale dhe administrative janë dy anët të njëjtës medalje, natyrisht kërkojnë dhe ndryshime kushtetuese. Sa janë gjasat që brenda afateve të përcaktuara dhe kushtetuese në raport me zgjedhjet, duke filluar nga ato lokale dhe mandej të përgjithshme, nëse s'do kemi zgjedhjet parakoshme, të realizohet brenda afateve dhe të kemi një reformë konsensuale, e cila natyrisht të ketë dhe legitimitet. Jo gjithmonë, dhe këtë është ndoshta një observimi imi, ka nevojë për ndryshime kushtetuese. Prandaj them që duhen dëgjuar ekspertët kushtetues dhe ata që janë ekspertë elektoral, sepse mund të ofrojnë zgjidhje që s'ka nevojë për ndryshim kushtetues. Por dhe nëse ka nevojë për ndryshim kushtetues për të garantuar zgjedhje lira të ndershme, kjo duhet bërë. Unë mendoj që ne jemi në kaos total kushtetues, nuk kemi më republikë parlamentare, jemi republikë e Edi Ramës. Kjo është sidomos me gjestin e fundit duke futur emrin e vet në ligj, ishte katastrofale, nuk ka ku të shkojë më, do në pa precedent.